Qeni refuzonte të linte foshnjën të flinte vetëm. Prindërit zbuluan arsyen dhe telefonuan menjëherë urgjencën. Leja nuk ndalonte. Gjatë gjithë natës, sapo ndiqej monitori i foshnjës dhe shtëpia zhytej në heshtje, thor, qeni pastor gjerman i familjes, vraponte drejt derës së dhomës së foshnjës dhe fillonte ta gërvishte me dëshpërim. Qante me zë të ulët, rënkonte, lehonte fort, sikur diçka tmerrësisht e gabuar po ndodhte brenda. Ishte një leje e ngarkuar me frikë, jo agresive, por urgjente, e dëshpëruar, si një thirrje për ndihmë. Në fillim, Ana mendoi se ishte xhelozi. Foshnja Pedro kishte vetëm 2 muaj dhe Thor kishte qenë gjithmonë qendra e vëmendjes në shtëpi. Ai ishte trajtuar si fëmijë për vite me radhë. Por sjellja e tij nuk ishte normale. Nuk ishte thjesht kërkim vëmendjeje. Ishte diçka tjetër. Diçka instinktive. Qimet I ngriheshin përpjet, veshët I mbante drejt, syt I kishte të ngulitur te krevati I foshnjës dhe bishti I qëndronte I ngurtë, sikur ishte gati të mbronte diçka me jetën e tij. Ai refuzonte të largohej nga ana e Pedros. Sa herë që Ana përpiqej të mbyllte derën e dhomës, Thor fillonte të qante me një zë që dukej sikur zemra po I çahej më dysh. Netët u bën gjithnjë e më të lodhshme. Ana ishte e raskapitur, me sytë e rënduar nga pagjumësia. Një natë, me zë të ulët dhe duar që I dridheshin nga lodhja, ajo përshpëriti, Thor, ndalo do ta zgjoj. Por Thor nuk ndaloi. Përkundrazi, ai vrapoi drejt krevatit dhe leja e tij u bë edhe më e fortë, më e mprehtë, më e dëshpëruar. Ana u ngrir në vend. Instinkti I një nëne e goditi si rrufe. Ajo shikoi drejt foshnjës dhe diçka nuk shkonte. Gjoksi I vogël I Pedros nuk po ngrihej. Pedro. Zëri I saj u thye. Zemra I ra në fund të stomakut. Ajo u hodh drejt krevatit, e mori foshnjën në krah. Trupi I tij ishte I ftohtë. Nuk merrte frym. Koha u ndal. O Zot! Pedro! Bërtiti ajo, ndërsa paniku I pushtoi çdo qelisë të trupit. Thor lehonte më fort se kurrë. Ai e shtynte anën me putër, I afrohej fytyrës së foshnjës, I prekte faqen me hunë, sikur po I thoshte, vepro tani. Mos humb asnjë sekondë. Markos. Thirrë urgjencën. Bërtiti Ana me zë të copëtuar. Markos erdhi me vrap, telefoni I dridhej në dorë. Operatorja I udhëzoi hap pas hapi për reanimacionin. Duart e tij shtypnin butësisht kraharorin e vogël të foshnjës, ndërsa Ana lutej pa zë. Sekondat dukeshin si orë të tëra. Thor nuk ndalonte së lëvizuri. Shkonte andej këndej, qante, ulërinte lehtë, sikur e dinte se çdo çast ishte vendimtar. Ai nuk ishte një kafshë në panik. Ishte një rojtar në mision. Pastaj një tingull I dobët e theu heshtjen. Një të qara e brishtë. E pafuqishme, por reale. Pedro po merrte frym përsëri. Ana ra në gjunjë, duke shpërthyer në lot, duke e shtrënguar foshnjën pas gjoksit të saj sikur ta mbronte nga vetë bota. Markos u mbështet pas murit, duke u dridhur, I shkatëruar nga lehtësimi. Thor u ul pranë tyre. Trupi I tij dridhej. Ai lëpiu dorën e Anës ngadalë, me kujdes, sikur po thoshte, gjithçka është në rregull tani. E bëm. Kur mjekët mbërritën, konfirmuan se Pedro kishte pësuar një ndalesë të frymëmarrjes gjatë gjumit. Nëse do të kishin humbur edhe pak minuta, askush nuk donte ta përfundonte atë fjali. Ana e kuptoi atëherë. Thor nuk po bënte zhurmë. Ai po shpëtonte një jetë. Që nga ajo natë, askush nuk e mbylli më derën e dhomës së foshnjës, dhe Thor flinte gjithmonë pranë krevatit, vigjilent, I qetë, si një engjëll me 4 putra. Disa heronj nuk flasin. Ata lehin. Tani gjithçka është në rregull. Unë kujdesem për të. Paramedikët mbërritën brenda pak minutash. Shtëpia ende dridhej nga paniku I asaj nate, por zërat e tyre ishin të qetë, të saktë, profesionistë. Ata e ekzaminuan Pedron me kujdes dhe shpjeguan se ai kishte pësuar një apne të gjumit, një gjendje e rrezikshme në të cilën foshnjat e porsalindura ndalojnë së marrë frym gjatë gjumit, shpesh pa asnjë paralajmërim. Ana e mbante foshnjën fort, ndërsa mjeku ngriti syt dhe I shikoi drejt në sy, serioz, pa asnjë dyshim në zë. Nëse qeni juaj nuk do t'ju kishte zgjuar në atë moment, tha ai ngadalë, fëmia juaj nuk do të ishte gjallë tani. Fjalët ranë rënd në dhomë. Ana ndjeu këmbët t'i dobësoheshin. Thor ishte shtrirë pranë saj, I qetë tani, sikur e dinte se rreziku kishte kaluar.
Sytë e tij ambar e shikonin me një vëmendje të thellë, të butë, pothuajse njerëzore. Atë natë, Ana nuk fjeti. Ajo ul në dysheme pranë Thorit duke i përkëdhelur gëzofin me duar që i dridheshin ende nga adrenalina dhe frika e vonuar. Lotët i rridhnin pa zë në përfaqe. Ti e shpëtove, apo jo, përshpëriti ajo. Ti e shpëtove djalin tim. Thor ngriti kokën dhe i lëpiu butësisht dorën si një premtim i heshtur. Por ajo që ndodhi më pas provoi se lidhja e Thorit me Pedron shkonte shumë përtej instinktit. Një javë më vonë, Ana vendosi të provonte sërish. Pedro do të flinte në krevatin e tij, kësaj here me një monitor frymëmarrjeje të vendosur në trupin e vogël. Mjekët e kishin siguruar se pajisja ishte e besueshme. Por Thor nuk u bin. Ai refuzoi të largohej nga dhoma. U shtri poshtë krevatit dhe nuk lëvizi gjithë natën. Trupi i tij ishte i tendosur, por i qetë. Syt ambar shkëlqenin në errësirë, veshët i lëviznin me çdo zhurmë, çdo frymëmarrje, çdo ndryshim të ajrit. Rreth orës 3 të mëngjesit, monitori bipi përsëri. Një tingull i mpret, i frikshëm. Por Thor kishte reaguar përpara se alarmi të përfundonte. Ai u hodh në këmbë dhe leja e tij mbushi dhomën. Vrapoi drejt shtratit të Anës, i preku fytyrën me hun, i shtyu krahun me putër, pa pushim, derisa ajo u zgjua me një të trembur. Pedro kishte pësuar një tjetër episod apneje. Ana reagoi menjëherë. Paramedikët erdhën sërish. Më vonë, mjeku u tregua i sinqert, reagimi i qenit tuaj ishte më i shpejtë se pajisja mjekësore. Që nga ajo natë, ata ndaluan së luftuari kundër instinkteve të Thorit. I bën një shtrat të vogël pranë krevatit të Pedros. Çdo natë, Thor futej aty duke u mbledhur në një rreth të mbrojtur. Frymëmarrja e tij e qëndrueshme dhe prania e tij e fortë mbështillnin foshnjën me një ndjenjë sigurie që asnjë pajisje nuk mund ta jepte. Muajt kaluan. Gjendja e Pedros u përmirësua fal trajtimit. Episodet u rralluan. Por Thor nuk ndaloi kurrë së vigjiluari. Asnjëherë. Kur Pedro filloi të zvarritej, Thor e ndiqte kudo. Në sallon. Në obor. Ai qëndronte roje edhe jashtë derës së banjës, ulur, i qetë, duke pritur. Kur më larg se disa hapa. Deri një ditë, Ana zbuloi diçka që i theu zemrën. Ajo po pastronte një kuti të vjetër kur gjeti jakën e vjetër të Thorit, metal i gërryer, gërvishtje nga koha. Në pllakëzën e vogël, poshtë emrit të tij, kishte fjalë të gdhendura lehtë, qenë shërbimi, rikuperim nga humbja e një fëmije. Duart e Anës filluan t'i dridheshin. Zemra i rahu fort ndërsa mori telefonin dhe thiri strehën nga e cila kishin adoptuar Thorin vite më parë. Zëri i gruas në anën tjetër ishte i butë, i dhembshur. Ajo shpjegoi se Thor kishte qenë i trajnuar për të ndihmuar familje që kishin humbur një foshnjë nga apneja e gjumit. Ai kishte jetuar me një çift që nuk arriti ta shpëtonte fëmijën e tyre. Pas humbjes, qeni kishte rënë në depresion të thellë. Ai ishte dhënë për adoptim, sepse familja nuk mund ta përballonte dhimbjen. Ana mbylli syt, lotët i rodhën pa kontroll. Thor nuk po mbronte vetëm Pedron. Ai po mbronte një jetë për të shëruar një plagë të vjetër. Dhe këtë herë, ai kishte arritur. Pronari i mëparshëm i Thorit kishte humbur foshnjën e tij për shkak të apnesë së gjumit. Edhe atë natë, Thor kishte tentuar ta paralajmëronte. Ai kishte lejur, kishte gërvishtur derën, kishte qarë me dëshpërim, njësoj si tani. Por askush nuk ishte zgjuar në kohë. Që nga ajo ditë, diçka ishte thyer brenda tij. Dhimbja nuk ishte shuar. Ajo ishte shndërruar në vigjilencë. Në frikë. Në një nevojë të pandalshme për të mbrojtur çdo foshnjë që i afrohej. Jo si instinkt i thjesht kafshë, por si kujtesë e thellë, e dhimbshme, e gdhendur në shpirt. Ana qëndronte ulur në dysheme, përballë Thorit. Ajo e mbajti kokën e tij mes duarve, ballin e mbështeti mbi të. Lotët i rridhnin pa pushim dhe binin mbi gëzofin e tij të trash, duke e lagur butësisht. Ti nuk po e mbroje vetëm atë, përshpëriti ajo me zë të thyrë. Ti po shëroje edhe veten. Thor nuk lëvizi. Ai vetëm mbylli syt për një çast, sikur më në fund dikush e kishte kuptuar. Nga ajo natë e tutje, Thor nuk ishte më thjesht një kafshë shtëpiake. Ai ishte familje. Ai ishte një rojtar i heshtur. Ai ishte një shpirt që kishte vuajtur, kishte humbur dhe kishte zgjedhur të dashuronte përsëri. Ana dhe Markos filluan ta shikonin ndryshe. Çdo lëvizje e tij kishte kuptim.
Çdo qëndrim pranë Pedros nuk ishte thjesht mbrojtje, por një premtim i përsëritur çdo natë, këtë herë nuk do të humbas askën. Netët në shtëpi ndryshuan. Nuk kishte më frikë, por respekt. Kur Thor vendosej pranë krevatit të Pedros, askush nuk e largonte. Kur ai ngrinte veshët papritur, Ana menjëherë i kushtonte vëmendje. Instinktet e tij ishin bërë pjesë e familjes, një sistem alarmi më i fortë se çdo teknologji. Pedro u rrit. Filloi të qeshte. Të fliste. Të ecte me hapa të pasigurt drejt Thorit, duke u kapur pas gëzofit të tij si pas një muri sigurie. Dhe Thor e lejonte. Gjithmonë i qetë. Gjithmonë i duruar. Gjithmonë aty. Kur Pedro binte, Thor ishte i pari që afrohej. Kur qante, Thor ulej pranë tij. Kur flinte, Thor pozicionohej në mënyrë që ta shite gjoksin që ngrihej e ulej. Ai nuk harroi kurrë. Asnjë natë. Vitet kaluan, por hija e asaj humbjeje të parë nuk u zhduk kurrë plotësisht. Ajo thjesht u shndërrua në dashuri të disiplinuar, në mbrojtje absolute. Një mbrëmje, kur Pedro ishte tashmë 3 vjeç, Ana e gjeti Thorin duke qëndruar vetëm në obor, duke parë qiellin. Ai duke i qetë, por sytë e tij mbanin një thellësi të vjetër. Ana u ul pranë tij. Ti e di, apo jo, i tha ajo bull. Ti e di që e shpëtove. Thor e ktheu kokën dhe e pa drejt në sy. Nuk kishte nevojë për fjalë. Ana shpesh mendonte për familjen e mëparshme të Thorit. Për natën kur askush nuk u zgjua. Për lejen që mbeti pa përgjigje. Për dhimbjen që e çoi Thorin drejt strehes, i thyer, por jo i shuar. Dhe tani, ajo e kuptonte, Thor nuk ishte dhënë për adoptim sepse kishte dështuar. Ai ishte dhënë për adoptim sepse kishte ende një mision. Një natë, Pedro e pyeti, mami, pse Thor fle gjithmonë pranë meje? Ana e mori në prehër dhe e përqafoi fort, sepse Thor është engjëlli yt, i tha ajo. Ai dëgjon gjëra që ne nuk i dëgjojmë. Pedro buzëqeshi dhe e përqafoi Thorin rreth qafës. Unë e dua shumë, tha ai. Thor lëpiu faqen e tij. Një premtim tjetër i heshtur. Kur Thor u plak, trupi i tij filloi të lodhej. Hapat u bën më të ngadalta. Por vigjilenca nuk u shua. Edhe atëherë, ai flinte pranë derës së dhomës së Pedros, edhe pse Pedro tashmë ishte një fëmijë i shëndetshëm. Një natë të qetë, Thor u shtri dhe nuk u ngrit më. Ai iku ashtu siç kishte jetuar vitet e fundit, në paqe, duke ditur se kishte mbajtur premtimin. Pedro ishte pranë tij, Ana dhe Markos gjithashtu. Lotët ishin të dhimbshëm, por të mbushur me mirënjohje. Thor nuk ishte thjesht një qen. Ai ishte kujtesa e një humbjeje. Ai ishte shpresa e një shpëtimi. Ai ishte prova se dashuria mund të lindë nga dhimbja dhe të bëhet mburoj për një jetë tjetër. Disa heronj nuk veshin uniform. Disa nuk flasin. Disa lejnë në errësirë duke pritur që dikush t'i dëgjojë. Dhe këtë herë dikush dëgjoi. Ai ishte një shpirt që kishte njohur dhimbjen dhe që ishte betuar në heshtje se nuk do ta lejonte kurrë të ndodhte përsëri. Thor nuk e shihte Pedron thjesht si një fëmijë që duhej mbrojtur. Ai e shihte si një mundësi të dytë. Një shans për të ndryshuar një fund që dikur kishte qenë i pashmangshëm. Çdo frymëmarrje e vogël e Pedros ishte për të një fitore. Çdo natë e qetë, një premtim i mbajtur. Vitet kaluan ngadalë, por me kuptim. Pedro u rrit i shëndetshëm, i buzëqeshur, plot jetë. Dhe Thor ishte gjithmonë aty. Jo pas. Jo përpara. Por për krah. Si një hije e butë që nuk largohej kurrë. Kur Pedro dha hapat e tij të parë, ishte një pasdite e qetë, e mbushur me dritë. Ana dhe Markos qëndronin disa hapa larg, duke mbajtur frymën. Pedro u ngriti pasigurt, këmbët i dridheshin. Ai u lëkun për një çast. Thor u afrua menjëherë. Ai u pozicionua pranë tij, trupin e tij të fortë si një mur mbështetës. Pedro u kap pas gëzofit të tij dhe me një buzëqeshje të vogël bëri hapin e parë. Pastaj të dytin. Pastaj një tjetër. Thor qëndroi i palvizur, krenar. Bishti i tij lëvizte ngadalë me qetësi, si dikush që e dinte se ky ishte momenti për të cilin kishte pritur gjithë jetën. Ana shpërtheu në lodh. Jo nga frika, por nga mirënjohja. Ajo e kuptoi atëherë se Thor nuk kishte qenë kurrë thjesht një qen që reagonte ndaj rrezikut. Ai kishte qenë dëshmitar i rritjes së një jete.
Një rojtar që kishte parë një fëmijë të kalonte nga brishtësia absolute drejt forcës. Çdo natë, para se të flinte, Pedro kishte një ritual të pandryshueshëm. Ai shtrihej pranë Thorit, mbështeste kokën mbi gjoksin e tij dhe dëgjonte rrahjet e zemrës së fortë, të qetë, të rregull. Ato rrahje e qetësonin më shumë se çdo ninull. Në errësirë, me zë të ulët, Pedro përshpëriste gjithmonë të njëjtat 3 fjalë. Fjalë që i kishte dëgjuar dikur nga nëna e tij, mes lotëve dhe dridhjeve: "Faleminderit, Thor." Thor nuk flinte menjëherë. Ai hapte sytë, e shikonte dhe merrte frymë thellë. Një frymëmarrje e mbushur me kuptim. Me paqe. Sepse ai e dinte. Ai e dinte se kishte shpëtuar një jetë. Por ajo që e bënte këtë histori edhe më të fortë ishte e vërteta e fshehur pas saj. Thor nuk kishte qenë gjithmonë një hero i duar trokitur. Ai kishte qenë një qen i thyer. Një shpirt që kishte ardhur nga humbja. Familja e tij e parë kishte humbur foshnjën e tyre për shkak të apnesë së gjumit. Edhe atë natë, Thor kishte paralajmëruar. Kishte lehur. Kishte qarë. Kishte gërvishtur derën me dëshpërim. Por askush nuk ishte zgjuar. Heshtja kishte ardhur shumë vonë. Që nga ajo ditë, ai kishte jetuar me një plagë të padukshme. Një dhimbje që nuk shërohej. Por ai nuk e kishte kthyer atë dhimbje në agresion apo frikë. Ai e kishte kthyer në kujdes. Në vigjilencë. Në dashuri të disiplinuar. Kur Ana e kishte adoptuar Thorin, ajo nuk e dinte këtë histori. Por Thor e dinte. Dhe kjo ishte arsyeja pse ai nuk kishte fjetur kur larg Pedros. Arsyeja pse ai ishte zgjuar përpara çdo alarmi. Arsyeja pse ai nuk kishte hequr syt nga gjoksi i vogël që ngrihej e ulej. Ai po korrigjonte të kaluarën. Ai po shëronte veten duke shpëtuar dikë tjetër. Me kalimin e viteve, historia e Thorit u përhap. Fillimisht mes miqve. Pastaj mes mjekëve. Pastaj në rrjetet sociale. Miliona njerëz u prekën nga kjo histori. Njerëz që kishin humbur. Njerëz që kishin frikë. Njerëz që kishin nevojë të besonin se dashuria mund të vijë nga vendet më të papritura. Thor u bë simbol. Jo i forcës fizike, por i besnikërisë absolute. I instinktit që shkon përtej racës, përtej fjalëve, përtej logjikës. Ai ishte prova se disa shpirtra vinë në këtë botë me një mision. Kur Thor u plak, trupi i tij nuk ishte më aq i fortë. Por zemra e tij nuk ndryshoi kurrë. Ai ende flinte pranë shtratit të Pedros, edhe pse Pedro tashmë ishte një fëmijë i shëndetshëm që vraponte dhe qeshte. Një natë, Thor u shtri dhe nuk u ngrit më. Ai iku i qetë. Pa frikë. Pa dhimbje. Sepse e dinte se kishte bërë atë që duhej të bënte. Pedro e mbajti kokën mbi trupin e tij dhe përshpëriti, për herë të fundit, ato 3 fjalë: "Faleminderit, Thor." Ana dhe Markos qëndronin pranë, me lot në sy, por me zemra të mbushura. Thor nuk kishte qenë thjesht një qen. Ai kishte qenë familje. Ai kishte qenë një rojtar i heshtur. Ai kishte qenë një hero. Sepse disa heronj nuk veshin uniforma. Disa nuk mbajnë distinktiv. Disa nuk kanë kapela apo mantela. Disa kanë vetëm 4 putra dhe një zemër mjaft të madhe për të shpëtuar një jetë. Kjo histori preku miliona zemra. Po e jotja? Nëse po, lëre një pëlqim, shkruaj po në komente dhe ndiq për më shumë histori të vërteta që dëshmojnë se dashuria, besnikëria dhe guximi mund të vinë nga vendet më të papritura.